Kur u duk se Indri dhe Vanessa kishin finalizuar romancën e tyre brenda ferma VIP, gjërat kanë marrë një rrjedh tjetër. Pas puthjes së shkëmbyer mbrëmjen e dieshme, Vanessa dhe Indri kanë zhvilluar një bisedë të gjatë, ku aktori është shprehur se nuk është gati për këtë marrëdhënie dhe ka sqaruar se nuk dëshiron të krijohen iluzione mes tyre. Nga ana tjetër, Vanessa është shprehur e qartë se do të ndërpres marrëdhënien me partnerin që ka jashtë, një temë që ka ngjallur diskutime si brenda ashtu edhe jashtë formatit ferma VIP. Pas 2 ditësh kaos, transporti urban rikthehet me kapacitet të plot. Zjarrit e pallati pranqësutës zbardhen detajet çfarë zbuluan kamerat e sigurisë e pazakon. U zu me burrin, gruaja hedh nga balkoni i apartamentit plot $162,000. Merr lajme ekskluzive në WhatsApp, doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin ton në WhatsApp duke klikuar këtu. Kur të dal me atë person do e kem një telefonat, një sqarim sepse e meriton. Por nuk e prisja të isha në këto ujëra. Por çdo gjë ndodh për një arsye. Kjo është gjëja që kam vendosur. Nuk e shoh të drejtë që të vazhdoj këtu edhe një muaj duke torturuar veten, duke përshpëritur dhe duke folur me sy. Unë e di ku jemi. Nuk e di sa e percepton, por edhe për mua është ngarkesë. Sepse unë s'mund të vazhdoj edhe të kem këtë gjë brenda dhe jashtë të mbaj dik theng. Rrugëtimi im nuk e di sa zgjat, është shprehur Vanessa.